Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilim, pikërisht këtu në kanalin e Monitor TV për të komentuar rreth Luizit edhe Kiarës. Unë e di që ju jeni me padurim për të dëgjuar të rejat më të fundit për Luizelin, për të dëgjuar të rejat më të fundit për Kiara Titon, për të kuptuar për përditshmërinë e tyre, për raportin e tyre, për marrëdhënien e tyre që unë realisht e them me plot gojë, është çifti më i sinqert edhe më i vërtet. Shumica më thonë në Tiranë, po mirë, pse nuk bën dot krahasim me Luizin dhe Kiarën. Me thënë të drejtën, rrallë herë kur mendoj bëj skenaret e mia, do me thënë për punën që po bëj për showbizin, mundohem që Luizin edhe Kiarën ta krahasoj me ndonjë çift, por fatkeqësisht për çiftet e tjera, Luizi dhe Kiara janë të pazëvendësueshëm. Natyra e tyre, dashuria që ato e ndërtuan, pozitiviteti që ato dhanë, sinqeriteti në lidhje dhe emocioni që ato sjellin te publiku, më besoni që ka aq shumë veçanti sa që po ta shohësh në mënyrë të detajuar, e kupton se çfarë raporti kanë. Luizi dhe Kiara kanë filluar turbo me punët e tyre. Luizi tashmë është edhe në një pjesë tjetër që ndoshta viteve të tjera nuk e kemi parë shumë aktiv, po këtë vit siç duket është tepër aktiv, do me thënë Luizi po bëhet pothuajse çdo natë surprize të gjithë çifteve, shumicës prej çifteve që duan në momentin e tyre më të bukur të kenë Luizelin. Luizi shkon si surprizë në përdasma, do me thënë janë familjarët, miqtë të afërt të çiftit të cilët e bëjnë këtë ofertën tek Luizi për të qenë surprizë, do me thënë në të gjitha ambientet familjare që Luizi ka qenë, vazhdon të pritet me shumë dashuri. Kjo nuk kupton që zëri Luizit vërtet flen bukur tek publiku shqiptar. Nga ana tjetër, Kiara tashmë është e fokusuar tek portokallia verore, një nga rrugtimet më të bukura në fakt që personazhet e portokallisë edhe moderatorët, por e gjithë ekipi i këtij programacioni kaq të bukur marrin gjatë gjithë verës, do me thënë që të dy, burr edhe grua, janë shumë të fokusuar në projekte edhe në punë. Luizeli nuk është se do të ndalon këtu, ne të gjithë e presim nga muaji shtator, fundi muajit shtator, fillimi muajit tetor, Luizi të jetë pjesë e televizionit Top Channel, ku do të vi për herë të parë me një emision që në fakt e kemi komentuar të gjithë. Pak e shumë në intervistë me mua Luizi më dha detaje, do me thënë bëhet fjalë për një talk show, por të gjitha këto do t'i kemi në shtator. Do me thënë Luizi dhe Kiara janë të fokusuar tek e ardhmja, tek bizneset dhe tek puna, dhe akoma nuk ka asnjë gjë rreth lajmeve që në fakt u përfolën javë më parë.